Me 20 nëntor, në kuvendin e Malit të Zi, nxënësit e shkollës së mesme 25 Maj nga Tuzi morën pjesë në seancën e 13 të Parlamentit të Fëmijëve, i mbajtur në kuadër të Ditës Ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve. Kjo seancë u organizuan nga Qendra për të drejtat e fëmijëve me miratimin e Konventës së OKB-s për të drejtat e fëmijëve në bashkëpunim me Parlamentin e Malit të Zi dhe UNICEF. Nxënësit përfaqësues të shkollave ndan përshtypjet e tyre për përvojën, rëndësinë e pjesëmarrjes në procese demokratike dhe rëndësinë që kanë të drejtat e fëmijëve në zhvillimin e një shoqërie më të drejtë dhe gjithëpërfshirëse. Në këtë aktivitet të rëndësishëm, me cili përfaqëson zërin dhe angazhimin e brezit të ri, nxënësit patën mundësinë të shprehin mendimet e tyre për çështjet që lidhen me mbrojtjen, zhvillimin, pjesëmarrjen dhe mirëqenien e fëmijëve. Ata sollën ide të reja dhe diskutuan për sfidat me të cilat përballen të rinjt në shoqërinë moderne, si edhe për mënyrat se si institucionet shtetërore mund t'i mbështesin më mirë. Pjesëmarrësit nga shkolla mesme 25 Maj në Tuzë u mirëpritën gjithashtu nga nënkryetari i kuvendit, zoti Nikol Camaj. Ne intervistuam dhe nxënësit pjesëmarrës në seancën e 13 të kuvendit të Malit të Zi që përfaqësuan me dinjitet shkollën e tyre, Aleksandër Detvukaj dhe Alvena Gorvokaj, që për televizionin Bojin u shprehen. Ishte një eksperiencë unike për të dy ne dhe bukur të shohim brenda organeve të shtetit dhe jem të nderuar që na kanë përzgjedhur. Mendoj se gjatë vizitës tonë ishte një eksperiencë unike për arsye se ishte hera e parë që jemi aty, edhe mendoj se çdo eksperiencë dhe çdo gjë që kemi pa neve aty ishte një gjë e bukur edhe e re për neve dhe intriguese. Por vetë mendoj personalisht për arsye se unë shtrova dhe pyetjen, mendoj se fakti vetë momenti kur unë shtrova pyetjen e ndjeva njësoj vrullit, njësoj energjie të ndryshe për arsye se gjithë u fokusuan në mua, edhe vetë dorëtrukitja pas pyetjes ishte pak a shumë edhe e bukur edhe si ndjesi shumë më e mirë. Po ashtu edhe një moment për të cekur, mendoj se është vetë ftesa e zëvendëskyetarit Nikol Camaj, që na ftoni në takim në kabinetin e tina. Ishte edhe ata shumë interesante të shohim, për arsye se neve nuk na ka rasti me kanë pjesëtar ose të hyjmë në ato zona, kështu që mendoj se ishte shumë interesante. A mendoni se të rinjt po dëgjojnë mjaftueshëm në këtë vend, çfarë do të dëshironit që ta përmirësohej? Mendoj se serioziteti i vetë opinioneve të rinjve këtu nuk është në ekstremitet që lypet e jetë, por mendoj se po ashtu dhe komuna jonë vetë është tu me përparua edhe në vetë atë gjest, edhe mendoj se çdo ditë më përpara ka me kanë shumë më mirë. Çfarë mësuat rreth funksionit e institucioneve shtetërore që mund të aplikoni në parlamentin e shkollës dhe a ju ka frymëzuar kjo vizitë të angazhoni më shumë si përfaqësues të nxënësve të kësaj shkolle? Mendoj se vetë organizimi edhe vetë radhitja e pyetjeve edhe të përgjigjeve që ne shtruam ishte një gjë shumë e bukur që mendoj se edhe ne mund të aplikojmë edhe në parlamentin e nxënësve në gjimnaz. Atëherë nëse keni dëshirë mund të jepni edhe një mesazh për të gjithë të rinjtë në mënyrë që të drejtat e tyre të dëgjohen nga të gjithë. Unë mendoj se mesazhi im për të rinjtë është që të tentojnë në rrugën e tyre edhe mendoj se do t'ja arrijnë qëllimit tyre. Ky aktivitet shënon edhe një herë rëndësinë e përfshirjes së të rinjve në vendimarrje dhe dëshmon se zëri i tyre është i vlefshëm dhe i domosdoshëm për ndërtimin e një të ardhme të sigurt.